mëngjesi. Të qam, por mirë mëngjesi, mirë se vini në një video të re në kanalin tim. Sot është dite shtunë, vranët, si gjithmonë, do me thënë, nuk e di nëse ka një vlog që unë e kam hapur videon time dhe nuk ka qenë kaq kohë e keqe, rrallë ka qenë kohë e mirë, shpresoj të hapim këto ditë. Shpresoj të jeni mirë, shpresoj t'ja kaloni mirë. Unë jam sëmur, prandaj vlogu nuk është hapur. Tani në shumë do bëhem gati për arsye sepse do dalë. Do shoqëroj kunatën time tek vlogët në orën pa 5. Në fakt duhet bëhem gati, kam pirë kafen, edhe nuk e di më pa besoj se nuk është se do lëvizim shumë sot për arsye se është vranët. Le të ikim të bëhemi gati. E kam karikuar dhe baterinë e kamerës, ndërkohë që vendi është një rrëmuj totale. Ja, dara. Ja. Thjesht do mbledh mbeturinat që kur ti ti marr, tani do shkoj të bëhem gati dhe do vishem. Do marr vetëm paton, fakt se do shkoj kështu siç jam me streçe. Sa ndryshim duket zëri. Ikem se ikën ora. Что ты аж? Hej, unë dola nga shtëpia, është hera parë që unë dalë fshehur azi. Dara nuk është si qam, por thjesht ka dëshirë të dalë shumë. Shpresoj mos më dalin në një parastë kështu. Po iki të kunata ime. Do takohemi tek shtëpia e saj. Ne jemi afër, thjesht 5 minuta në ndajnë. Floku im si lesh se është vranët, karashi, dhe shlagështi dhe floku im nuk më manë. Se si do jetë dita jo nuk e di që gjithë me parë kejnë ashtu dhe di që do marrë një pije energjike që në mëngjes. Kështu që shifemi, t'ju tregojmë pak lagjet se si është këtej. Hej, u riktheva në shtëpi. Nuk ka pa shumë kur dola dhe doja të tregoja një pako. E kam hapur, të thënë të drejtën. Do me thënë, edhe në shtëpi të kishte ardhur një pako shumë e bukur. E kam hapur sepse kam parë nëse është pakoja që unë prisja. Është një pako nga Temu, ndërkohë Dara si kam vënë pak mashën, sa të flas pak tani dhe do dalë. Para se vazhdoj të flas për se çfarë ka brenda pakoja, doja të thoja në një video ku unë kam folur për Temun, ishte një koment që thoshte nuk e ke shpjeguar mirë. Mendoj se nuk ka pasur shumë për të shpjeguar dhe ajo që doja të thoja është që kur je abonent i ri, përfiton 100 euro credit back dhe ke ulje shumë. Por, normal ti që je. Po, mami. Mami. Ha. Ndërkohë, do ulesh tu. Mami. Ha. Mami. Ulu. Mami. Gjëja tjetër është që ti mund të regjistrohesh dhe nëpërmjet videove të tua mund të marrësh lek në kreditin e Temus, por gjithashtu mund të marrësh edhe në cash, në llogarinë tënde bankare ose në PayPal, ke shumë mënyra. Atëherë, kjo funksionon në mënyrën që ti ke sajtin tënd këtu dhe shikon çdo gjë. Këtu janë të gjitha kampanjat që ti mund të bësh pjesë e kësaj. Në momentin tani unë për shembull që jam duke folur, të tregohem me sinqeritet dhe të flas sinqerisht për diçka të tillë, mund të bëj invite to join the affiliate. Do me thënë, t'ju ftoj ju të merrni pjesë te kjo.
çfarë fitoj nga kjo? Në momentin që unë nuk plotësoj kushtet e kësaj, unë nuk marr asnjë gjë. Do të thotë që ti brenda një muaji duhet të postosh, po mami. Do të thotë që brenda këtij muaji ti duhet të postosh kaq video. Nëse nuk i ke plotësuar, nuk merr gjë. Unë kësa radhe kisha bërë, kisha një kredit që me kështë dhënë të muja nga videot që kam bërë dhe kam një gift box se çfarë është brenda unë nuk e kam nditur se çfarë do vinte. Nëpërmjet linkut që ne mund të shpërndajmë personi që ka Temu influencer, përfiton 20% ta një sekond 20% komision dhe 2 euro në llogarinë tuaj. Ajo që është e bukur është sepse në momentin që ti hyn në Temu, ke gjatë gjithë kohës ulje dhe të vit tip dhuratash. Unë pres dhe dhurata të tjera. Pres edhe gjëra të tjera nga Temuja. Nuk e prisja që kjo pako, më falni, mua të më vinte kaq shpejt. Mos shikoni rrëmujën mbrapa. Se isha duke bërë punët pasi erdha në shtëpi dhe isha me punatën. Ne ta shikojmë se çfarë ka kjo pako. Atëre, pakoja ishte gift box. Ti nuk e dije se çfarë kishte brenda. Ishte për ditën e nënave dhe të vishin 4, 5 ose 6 produkte. Mua më kanë ardhur 4 produkte. Na, do kartoni. Janë këto. Janë produkte për femra. E thot pak a shumë se çfarë, po se çfarë binin, se çfarë kishte brenda nuk e thonin. Tani do t'i hapim bashk. E para është rimel për syt. Do thoni ju janë kineze, si do t'i vendosësh ti në sy. Ai, ne nuk e dim se çfarë përdorim sot, që do shikohet. Unë do lidhe linkun e produktit. Oha, sa fine. Ky është produkti. Ja, njerëz, nuk po gënjej. Era nuk, janë disa produkte kineze që kanë një shumë të shpifur, por kjo nuk e pas ka erën e shpifur. Tani, unë do ta provoj. Dalloj, do thoni ju e kishe të lyer, po. Mami. Kur ti kem pa lyer do t'rregoj, do bëj një video kastile. Tjetra. Mami, po. Dhe t'java po jo? Jo, është rimel. Tjetra është sapu me ginger, turmeric, ginger. Ja, do e përdor. Aroma është kopje fix. Kur t'lajnë, do e provoj ma lanë apo jo. Njerëz, kur jeni me fëmijë, mos hapni gjë para fëmijëve. Kjo është retinol. Facial oil. Retinol, do me thëmë. Mami. Po si e hapemi, mam? Mami. Tjetra është kjo. Ta hiq pak. Fokusohet. Është kundër rrudhave. Qik ai, pas ka shuj qik. Jo, lart, ka rjedh. Ja. Shika, kjo me lale. Oh my god. Është kjo. Ja. Duket mirë? Dhe fundit është krem për sy. Atëre ron 3 vjet. Mund ta mash 3 vjet. Më thë s'ka don mas 3 vjetësh, ha mo, s'vini erë fjala, direkt. Krem për syt. Se bukur.
Okej, paketimet janë 10. Edhe nga pamja po duken të mira. Po çfarë më mami? Tani e heci gjine këtë si hapet. Mami. Api. 4 produkte është mirë, unë nuk e di se sa veç e veç mund t'i kem pasur çmimin, por di të them që ja vlen e para, e dyta. Keni linku për ta gjetur kutinë më lehtë. Dhe kaq me unboxing sot. Në dajmi që buk? E, gërës mere sapunin. The next day. Hej, unë vura vlog, do vija vlog në kanal, për duke qenë se nuk po gjeja se sa së poja pa për momentin dhe hapa, thjesht doja t'u përshëndesja dhe dolaja inët në fakt, do vija vlog dhe dolaja inët, dhe pas sot është ka që me në vetën time, vaj, floku me vaj, do me thënë me që masazhoj mask, fytyrën e gjërat të tjera. Doja të tregoja bukën, sot bëra bukë vetë, sa njërë ka dalë. Ja. Në fakt, ju gjithë, në fakt, të them të drejtën, hahet më shumë kur ti e gatuam vetë. Kam këtë, kam blerë ka stile këtë, në fakt e kam blerë dhe për banana bread, por edhe për bukën, është shumë e mirë, e kam marrë 5 euro ka alti dhe nuk kanë gjitur fare. Me të në thjesht fshia dhe këtë larë. Përveç kësaj, ajo që doja të thoja tjetër është që doja ta provoja me maja natyrale, e them ndryshe, ose me sarm, mos gaboj, por duke qenë se nuk e bëra dot, më mirë thashtë ta bëj natyrale. Ishte hëngër gjysma për arsye sepse sa doli në tet e bë me gjatë shtëpie që i marr nga Shqipëria. Tani ne unë do la jenët dhe jo kamrën mami. Tani unë do la jenët dhe ne do bëjmë një gjë të vogël. Do vim në shtëpi, do bëj darën gati për gjumë dhe nesër do të tashem gatitare dhe unë nesër do editoj vlogun tim. Kujdes! Vai paci, babi. Jo, babi, mami, paci, mami.